Nxënësit e klasës mikse me drejtim të orientuar të shkollës nëntëvjeçare Kongresi i Lushnjës organizuan një koncert klasik tek Lulishtja e qytetit për promovimin e talenteve të reja që u paraprin edicioneve ndërkombëtare të cilat zhvillohen në Shqipëri. Gjithashtu artistët e vegjël dhanë edhe mesazhin për bashkëmoshatarët e tyre që të afrohen pranë instrumentave si piano, violina e të tjerë. Ky është një aktivitet i radhës, por ashtu sepse nxënësit e klasës mikse me drejtim të orientuar artistik të shkollës Kongresi i Lushnjës këtu në Lushnjë japin shumë koncerte të karakterit klasik, e cila është edhe një sugestion për gjithë fëmijët e qytetit të afrohen me instrumentat e bukur klasik si violina, piano, violoncelli, kitarra, viola. Dhe ky koncert këtë qëllim pati promovimin e talenteve, edhe si një vazhdimsi dhe një afrim në audicionet e ardhshme që fillojnë në datën 22 maj, audicionet ndërkombëtare që zhvillohen në Shqipëri, si Euroklasika, Tirana Talent, EPTA dhe në Shkodër. Interpretimet e bukura dhe plot ndjenjë të pjesëve klasike nga artistët e talentuar emocionuan prindrit, mësuesit, fëmijët e qytetarët që ndoqën koncertin. Të pranishëm në këtë eveniment ishin edhe Ministri i Financave Petrit Malaj dhe Drejtoria e Zyrës Arsimore Lushnjë Zenjola Hoxha.